Tani, koha nuk i shëron të gjitha, si që thuhet. Dhe as nuk kam dëgjuar në atë kohë që ai të ketë urdhëruar aktivitetet të tilla apo veprimtaritë të tjera të paligjshme. Pyetje, a jeni pajtuar, a ishit pajtuar paraprakisht të intervistoheshit apo të jepni dëshmi në gjykime për krime lufte apo në hetime të tilla? Përgjigje, jo, me sa kujtohet, jo. Prokurori në fakt erdhi dhe më takoi në Varshavë në zyrën time. Emri i tij ishte, kujtohet lehtë, Jeffrey Nice. Pata një bisedë me të, pas kësaj shkova në Washington për konsultime lidhur me çështjet që kishin të bëjnë me Poloninë dhe u takova me përfaqësuesin ligjor të Departamentit të Shtetit, që ka emrin Taft. Gjithashtu bisedova me zëvendën sekretarin e Shtetit Richard Armitage, lidhur me preferencën time, pra që unë nuk doja të përfshihesha në këto gjëra. Pyetje, pse vendosën të përfshiheshit në këtë gjykim dhe u pajtua të ishit dëshmitar i thirrur nga Hashim Thaçi? Përgjigje, tani koha nuk i shëron të gjitha, si që thuhet, nuk i të gjitha plagët, dhe por mendoj që pas 25 vitesh është kohë madhe që të mendohet në gjërat dhe nuk kam arsye, pjesë parë nuk kam arsye të besoj se zoti Thaçi ishte përfshirë në aktivitetet e tilla. Nuk kam arsye të besoj, dhe as nuk kam dëgjuar në atë kohë që ai të ketë urdhëruar aktivitetet të tilla apo veprimtaritë të tjera të paligjshme, dhe me sa siç e kuptoj unë, ai është mbajtur i burgosur për një kohë të caktuar lidhur me këtë çështje. Pra ndjevas kur mu kërkua kjo gjë, nuk u kontaktova njerëzit me kontaktuan mu dhe ndjeva që duhet të thoja atë që dije lidhur me situatën.